Ju e shmangni arsyeën ideologjike politike, se e majta në përgjithësi nuk më shtet. Nuk besoj që e ka aty, sa i na e pam për 5-6 vjetë qeverisje, sa i pat që s'ka të bëj me ideologji, s'ka të bëj me nuk është një person, është ma shumë manipulu se mashtrues, po në anën tjetër e kemi pa rezultatet dhe kemi pa çfarë qeverisje ka bo. Që s'ka lidhje me çështje ideologjike. Thjesht ati nuk lidhet me ideologjinë e së majtës. Se besoj, më shumë e ka inati. Se është për shkak të këtyre inateve na kemi provuar në të kaluar, se për shkak të inateve të tij, do të thonë asaj 10 muaj na la pa qeverinë, edhe erdhëm te të zgjedhjet ku erdhëm tash, ndoshta flasim pak më vonë. Po. Pikërisht për shkak të tipit tillë. Edhe bota mos kthehet çu ka qenë si më përpara. Tu nis tash prej pozicionit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në raport me Evropën, në raport me Rusinë, në raport me Kinën. Është komplet, ka ridizajnohet rani i ri global, është në ridizajnim e sipër. Mendoj që ky bord ka me pas rëndësinë e vet. Rëndësia e tij është pikërisht roli që e ka pas Kombet e Bashkuara. Ndoshta me një grupacion tjetër për fillim, po jam i sigurt që gradualisht ka me fillu me marr vend tash. Nuk mundet rid Amerika me met mëshirën e Kinës së të Rusisë, vetës të Kinës së të Rusisë në Kombet e Bashkuara për çdo çështje të rëndësishme në botë. Është pa kuptim, to ka thonë edhe Trump, presidenti Trump e ka thonë shpeshherë. Prandaj edhe ky do me kriju një mekanizëm tjetër. Efikas. Një mekanizëm tjetër i cili që tu përgjigjet shpejt sfidave dhe po edhe me një farlloj hierarkie janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës ato që udhëheqin.